Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, të gjithë ne bashkëdhetarët që jetojmë me zhvillimet më të fundit ekonomike, politike që ndodhin në Shqipëri, edhe pse jemi në diasporë, jemi pjesë e angazhuar e realitetit atje. Sot kam ftuar një mikun ton, drejtues i Federatës Vatra të Degës së Chicagos, Artan Nati, i cili është edhe artikull shkrues në mjaft shënime të tij, mjaft domethënëse me një analizë të thellë të plot të situatës politike që po zhvillohet në Shqipëri kohët e fundit me protestat masive kundër qeverisë dhe kundër të gjithë sistemit të nomenklaturës që na ka drejtuar vendin në 35 vite. Artan, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Ju, me sa kam lexuar një 3-4 artikuj të fundit tuaj, bëni një analizë nga kënde të ndryshme të zhvillimeve më të fundit të ashtu quajturit revolucioni i flamingove. Si mendoni, pse e mori këtë emër kjo lëvizje? Dhe a është aq e lidhur me flamingot apo është diçka tjetër? Po besoj se është thelbi është flamingot. Pak a shumë kujton atë historinë e pranverës arabe që ndodhi në Tunizi në atë kohë. Se thuaç mjaftonte një shkrepse që të ndiste gjithë ato emocione të gërmulluara në vite, në kohë të gjatë, si pasojë e presionit të madh qeverisë. Edhe e njëjta gjë ndodhi në Shqipëri. U ndodh një rastësi, një ngjarje që arriti të ndezë gjithë atë barut të akumuluar në vite, në dekada, nga keqeverisja, nga përbuzje e njerëzve të thjesht, sepse gjithmonë vendosen nga lart dhe mori pikërisht këtë emër revolucioni i flamingove. Por në thelb nuk besoj se ka lidhje me, siç paraqitet nga mediat europiane, se lëvizja në Shqipëri është kundër investimit të lëndrit president amerikan Donald Trump, përkundër se shqiptarët gjithmonë kanë pas një lidhje të ngushtë të veçantë me amerikanët, aq më tepër me këtë qeveri aktuale amerikane. Pra, sikurse doli edhe më vonë me gjithse mediat e majta amerikane edhe evropiane që njihen që ishin kundër presidentit Trump, madje edhe zoti Rama e pranon vetë, po mos ishte emri Trump, do të ishte një ngjarje shqiptare, jo një ngjarje ndërkombëtare, por dukuritë ndryshme, ngjarjet që ndodhin nuk i kemi të gjithë në dorë, as rezonancën e tyre, as dhe interesat e atyre që shkruajnë mbi të. Po e rëndësishme është që kjo protestë, megjithëse nisi për mbrojtjen e natyrës, për mbrojtjen e vendit, nisi me Shqipëria, me parullën Shqipëria nuk shitet, shpreh tashmë një pakënaqësi të gjerë të forcave të njerëzve të shqiptarëve të thjesht ndaj administratës, ndaj qeverisë së zotit Rama, por edhe të gjithë qeverive të cilët na kanë çuar në këtë situatë të tillë ekonomike ku revolta e brendshme shpërthen. A është pozitive fakti se në Shqipëri rrallë ndodhin revolucione, keni thënë ju. Në Shqipëri revolucionet edhe kur duhet të ndodhin marrin forma nga të tjera të ndryshme, jo revolucionet mirëfillta si revolucioni francez. Edhe në këtë mes, po duket që edhe pas 55 ditësh po mungon një kohezion në drejtimin e kësaj lëvizje. Nuk po ka një forcë apo organizim politik i cili ta drejtoj ashtu si të shpresojnë edhe shumë njerëz. Është një mlef i shprehur, i shfaqur rrugëve nga njerëz, nga shumica të rinj shqiptar deri tek nënat me fëmijë të vegjël, por ky mlef, edhe pse si shta një nga protestet që ishte arrestuar dje, ishte liruar sot, dhe duke marrë parasysh atë gruan që me fëmijën e vogël autik, i dham nën files ta $1,150,000. Pra njerëzit, solidariteti i njerëzve është kaq i madh sa ngjarje të caktuara
dalin në pa edhe si qëndrime morale edhe si qëndrime shpirtërore. Në mendimin tuaj, fakti që këtu nuk ka një organizat drejtuese të mirëfillt, a e pengon lëvizjen, apo edhe ndihmon sepse qeveria nuk di me këtë diskutoj, apo nuk di se kujt ja hedhi për ta ndaluar lëvizjen? Po. Mendoj që në përgjithësi protestat, pavarësisht se çfarë forme marrin apo si evoluojnë, janë pozitive. Për arsyeën e parë sepse është një ngjarje e veçantë dhe rrallë në Shqipëri që të kemi një protestë të këtij karakteri dhe këtij përmasave. Dhe në radhë të dytë mendoj se kjo e gjatësia e protestës, duke u shprehur qartë kundra klasë politike të vjetër, tregon problemet e mëdha në thelb të shoqërisë shqiptare. Mendoj se nga problemet themelore që shkaktoi këtë protestë është përbuzja, mospërfillje e qytetarit të thjeshtë. Është provuar në historinë botërore, mendoj unë. Në Francë, por më vonë piles edhe në Gjermaninë naziste, është provuar që kur qytetarët përbuzen, kur nuk shpërfillen, kur ata nuk kanë asgjë në dorë, kur studentët që studiojnë në perëndim nuk kanë mundësi të gjejnë një punë të thjeshtë, sepse atë zë një student që mund të ketë marrë diplomë falso apo që ka një mik, atëherë qytetari ndihet i përbuzur dhe nuk ndihet se i huaj në vendin e vet. Dhe mendoj, siç e ka thënë një filozof i madh amerikan, Erich Fromm, që përbuzja është bomba atomike e emocioneve. Dhe shoqëria jonë e kuptoi këtë moment dhe ajo përbuzja na krijoi protestën. Por në momentin që doli protestën dhe kanë kaluar kaq ditë, ajo po tregon edhe disa defekte të mëdha të shoqërisë shqiptare, që intelektualët në masën më të madhe janë të shitur. Në rastin më të keq janë të paaft, por unë mendoj se Shqipëria ka intelektual, por ata janë të shitur, preferojnë të rrinë në ato pozicione të lidhura me partitë politike, me mediat, me oligarkët, si thuaç nuk lëvizën nga ai pozicioni tyre komod. Dhe unë nuk e di në rast konkret në mund t'i quajmë intelektual apo jo, sepse detyra baze e një intelektuali është mendimi kritik. Ai duhet ta shikojë çdo gjë në mënyrë kritike, të analizoj dhe të japi mendimet e sakta nëpër media dhe jo të bëhet gjykatës se protesta duhet dali me këto apo me ato kërkesa apo si duhet zhvillohet. Protesta nuk ka nevojë për këto mendime. Këta intelektual janë pjesë e shoqërisë shqiptare dhe kanë përgjegjësi ndaj vendit të tyre, ndaj shoqërisë, ndaj vetes që të tregojnë njerëzve cilat janë problemet, kush janë tëmetat, përse duhet zhvillohet ky revolucion. Por duket që Shqipëria ka rënë, intelektualët shqiptar ka rënë atë apatinë e tyre, ndoshta edhe për shkaqe historike. Nuk kemi pasur ndonjëherë revolucione të tilla. Dhe unë mendoj që ka dhe shkaqe të tjera ekonomike, pavarësisht kërkesave për ndryshim, sepse një pjesë e mirë e inteligjencës, do të thosha, nuk do thosha këtu intelektualëve të shquar, punojnë ndoshta në institucione shtetërore. Dhe kur punojnë në institucione shtetërore, i druhen se s'ka burime të tjera Shqipëria, vetëse institucione shtetërore dhe disa kompani të caktuara që ata nuk janë të pavarur ekonomikisht. Kam njerëz që njoh të cilët më kanë thënë që ç'më duhet mua unë tash të mbaj punën, a kupton? Edhe me atë dukurinë të huazuar nga komunizmi të patronazhistëve, të cilët gërmojnë në jetët private të njerëzve për interesat të një grupi të caktuar politik. Tani si e vlerëson ti faktin që është një parrull Rama në burg, Berisha në burg? Mendoj që më shumë është metaforë se sa protesta apo protestuesit duan të marrin rolin e gjykatësit dhe të vendosin pa prova, pa fakte, se ata duhet vënë në burg apo jo.
Por mendoj se metafora është e qartë që ne duhet të ndahemi përfundimisht nga politika e vjetër. Ata e kryen atë detyrën, ndoshta kanë qëndruar më shumë se duhet aty, dhe ka ardhur momenti që një brez i ri që është i shkëputur thellësisht nga mendimet dhe nga idetë e brezëve vjetër politikanëve, ata duhet ta marrin pushtetin. Ka një diferencë të madhe ndërmjet këtyre brezave. Në rast se brezi i parë përmbysi komunizmin, por në fund e la revolucionin për gjysmë, mendoj unë, sepse revolucion filloi, por u vodh përsëri nga komunistët. Të gjithë ata drejtuesit e partive të mëdha u caktuan nga ish komunistët, nga Ramiz Alia. Kështu që ne themi që kishim revolucion në 10 përmbysëm komunizmin. Ne përmbysëm ndoshta një sistem, por asnjë revolucion nuk u bën në mendjet dhe shpirtrat e shqiptarëve. E vazhdon e njëjta mënyrë e të drejtuarit të partive edhe drejtuarit të vendit, që gjithçka kontrollohet nga partia në pushtet dhe liria e individit nuk ekziston sepse është krijuar një skllavëri moderne. Dhe pikërisht kjo është më e keqe, skllavëria moderne që e paraqet dhe autori madh anglez që ka banuar dhe në Amerikë, Aldous Huxley, që skllavëria moderne bëhet me mënyra të tjera. Dhe pikërisht në këtë sistem ekzistojmë dhe është domosdoshmëri për neve duke të shkojmë drejt Europës, duhet patjetër të përmbysim këtë mentalitet. Pra ky mentalitet është i trashëguar ndoshta edhe nga periudha e gjatë e diktaturës komuniste, po megjithatë kanë kaluar pak a shumë po aq vite, 35 vjet. Ajo çka është e rëndësishme dhe që jep shpresë, pavarësisht problematikave që ngritet te ju, është fakti që këtu ka më shumë të rinj. Të rinj ndoshta edhe që kanë studiuar jashtë, që nuk gjejnë perspektivën në vend, por krahas tyre ka dhe njerëz me halle që nga personat e sëmur apo personat të cilët merren me individ të cilët janë ndryshe, duan shërbim specifik, çdo gjë që nuk është e mirë ose nuk ka shkuar mirë del në pa. Si mund ta ruaj kjo protestë pavarësinë nga forcat politike? Opozita po përpiqet të angazhohet indirekt, megjithëse ata thonë edhe Berisha në burg. Po, kam përshtypjen që kjo po ndodh fatkeqësisht sepse asnjëherë nuk ka vakum. Në qoftë se atë rol që duhet ta luajnë intelektualët shqiptar, ata nuk po e luajnë, përkundër se bëjnë rolin e gjykatësit të arbitrit, atëherë dikush tjetër do ta rrëmbej protestën dhe kuptohet pjesa më e madhe e opozitës, Partia Demokratike, por edhe partitë e tjera mundohet që të marrin rolin e protagonistit dhe të përdorin revoltën për qëllimet e tyre. Dhe unë mendoj që kjo do ishte fatkeqësia jonë, sepse na tregon historia botërore që gjithmonë sa herë janë bërë revolucione, ata liderit shpirtëror, por edhe liderit praktik të protestave të revolucioneve kanë dalë nga gjiri protestës. Përmendim në Francë, atë që ndodhi në Francë, Shqipëria nuk ka as Rousseau, as Voltaire. Mundohen disa njerëz të marrin rolin e Rousseau-it, Voltaire-it, apo të një udhëheqësi praktik të një partie, po duket që deri tani nuk po e tregon atë, nuk po piqet si revolucion që të arrijë ato parametrat që janë krijuar revolucionet në Perëndim, po edhe në Evropën lindore mbas përmbysjes së komunizmit. Kur shkruani kur shkruani se privilegji nuk revoltohet lehtë kundër privilegjit, cilat elita politike dhe intelektuale keni parasysh? Po, në fakt, unë më bëri përshtypje pas një intervistë një nga drejtuesve të kësaj revoltës flamingove, të protestës flamingove, Kastriot Çipi, më bëri përshtypje pas një intervistë me Mustafa Nanon. Edhe ndërkohë që ky Mustafa jo bënte rolin e arbitrit, po jepte edhe këshillat që duhet krijoni parti politike, duhet të merrni në dorë situatën sepse nuk ka forma të ndryshme, duhet krijoni profilin tuaj, tha, nuk bashkon intelektuali aty, pse s'bashkohesh, i thot Nano, i thot, unë e mbështes, por nuk kam energji.
Unë mendoj që në rast intelektuali nuk ka energji dhe nuk ka mendim për këto lloj revoltës, atëherë për çfarë duhen këta intelektualë Shqipërisë, në qoftë se mund të quajmë intelektual? Sepse unë mendoj që veprimi i intelektualit vjen nga racionaliteti i tij, por edhe nga ndjenja kombëtare, si thuaç kur takohet racionaliteti me pasionin, pikërisht aty lind mençuria njerëzore dhe aty dalin figurat e mëdha. Por asnjë fenomen i tillë nuk po ndodh është kryer ajo gjendje apatike. Megjithatë unë mendoj që në rast se revolta vazhdon, unë mendoj se do ketë mundësi të dalin figura të caktuara që ta drejtojnë, ose shpresoj kështu më saktë. Që të dalin të gjithë ne shpresojmë, a e kanë intelektualët detyrim moral për veten e tyre të mbështesin një protestë të tillë? Unë nuk mendoj se është vetëm detyrë moral, duhet të jetë detyrë jo vetëm moral, por duhet të kenë mbështetje aktive në turma, sepse detyra numër 1 e çdo intelektuali është mendimi kritik dhe të jetë me kundërshtim ose të shikojmë mendim të qartë kritik veprimet e qeverisë, veprimet e partive dhe të orientojnë popullin drejt të shfaqin sa më mirë të vërtetën. Por situata në Shqipëri është aq alarmante sa dhe një njeri me kapacitet më të ulët do të arrijë të kuptonte fare qartë që nuk ka më kohë të pritet. Qeveria është e kapur, e korruptuar. Ju përmendët rastin e tokave rreth e parë. Gjendja me e mirë mund të themi që tokat po vidhen, po aty ka mafje tokash. Kjo është problemi i madh. Aty ka krim të organizuar. Dhe ky krim i organizuar nuk është në kuptimin tradicional të krimit të organizuar. Krimi i organizuar është qeveritar. Dhe ky është problemi më i madh për vendin tonë. Nuk mund të ketë më keq, nuk ka gjendje më alarmante që intelektualët shqiptar jo të rrinë për studio, po duhet të hidhen dhe mos të japin kritika, po të bashkohen me protestën. Si thuaç, edhe ne që jemi në diaspora apo diku tjetër, edhe ne çalojmë në fakt, dhe ne duhet të japim me aq sa mundemi ndihmën tonë. Si mund të arruaj protestat pavarësin nga këto institucionet qeveritare, si nga Rama, Berisha, edhe këtyre antarët e forcave të reja? Tash ne themi shpresojmë të dalin një grupacion i caktuar, e pa më u bë një tentativë, nuk ishte e plot, ishte pa, që tregon se revolta është sa genuine në njërin aspekt, e pa organizuar në aspektin tjetër. Pra duhet organizim. Dhe organizimi, sikurse e përmendet ti, vjen edhe nga individët të cilët angazhohen politikisht në emër të një ideali, gjë që në këtë mes ka ngelur tek parullat dhe zgjidhjen e kanë tek spaku. Nuk po shohim që zgjidhja është një zgjidhje tjetër alternative. Sa është spaku në gjendje t'i bëj ballë kësaj situate? Me gjithë dhe duke qenë se spaku është bërë me ndihmën e Shtetit Bashkuar, është organizuar dhe të Europës, mendohet shqiptarët ta gjenë zgjidhjen jashtë tek spaku, fute Belindën në burg e tjerë me radhë, e fute Ramën në burg. Edhe parulla Rama në burg, për mendimin tim, duhet ishte disi më e lehtë, i jepte atij mundësi që të jepte dorëheqjen. Kur i thonë që ti do shkosh në burg, ai s'lëviz nga vendi. Pavarësisht se shfryrje e ndjenjave të njerëzve, por duhet gjetur rrugë të caktuara, qoftë edhe të ndrimit të qeverisë aktuale, sepse nuk është gjë e madhe të ndrohet qeveria, ndroi Anglia për një herë kryeministrin, pa eksese. Është një problem duhet ta pranojmë që ne s'kemi eksperiencë për transformim revolucionesh. Nuk kemi që nga edhe po të shikojmë historikisht që nga marrja e pavarësisë ishim vendi i fundit megjithëse ishte akti i madh, ishim vendi i fundit në Ballkan dhe dëshira ishte mos të shkëputeshim nga Perandoria Osmane. Duhet të pranojmë këto fakte, sepse po nuk pranuam fakte, shikojmë realizëm kritik edhe të kaluarën, nuk kemi për të ndryshuar, duhet kuptojmë, të mësojmë nga historia dhe të i bëjmë qefi vetes. Po ashtu
ndodhi dhe më tej besojnë, edhe në periudhën e luftës së dytë botërore. U vodh revolucioni, dëshira e popullit ishte kundra fashizmit, por u vodh nga komunistët, ndoshta edhe nga mbështetja e huaj. Dhe më vonë ajo që ishte më skandaloze në kohë lirie, siç ishte vitet 90, përsëri na u vodh revolucioni. Që tregon për një apati të klasës intelektuale, ndoshta edhe për mungesë të traditës. Dhe fatkeqësisht po ndodhen në këto momente. Po ju përmendët që parë, ne duke jetuar në një sistem demokratik dhe në një SPAK që mbështetet nga Amerika, kryesisht, por edhe nga Europa, mendoj se Shqipëria në këto kushte që është, me kaq pjekurit të shoqërisë tonë, kërkon një ndihmë të vogël nga sistemi i drejtësisë, jo të bëj favore, por të zbatoj ligjin dhe të fusin në burg ata persona që jo kanë vjedhur, por ka shkatëruar gjithë sistemin tonë. Këtë sistem demokratik ka kthyer një sistem tërësisht mafioz. Dhe një mbështetje fare vogël nga organet e drejtësisë rrit besimin e popull, i shkakton frikë politikanëve dhe më në fund krijojnë premisa për një sistem demokratik dhe unë kam përshtypjen se kjo mund ndryshojë dhe balancën, mund t'i bëjë dhe ata intelektual më të ndërgjegjshëm dhe të marrin më shumë iniciativë për të bashkuar protestës. Ju përmendët në një nga përgjigjet tuaja qëndrimin e qeverisësve, qeveritarëve, përbuzjen ndaj popullit të vet, që shkon në kulmin e një shprehje, do të thosha banale, nga kryeministri, pavarësisht toneve dhe përpiqet ta devijojë ndaj popullit të vet. Të më thënë, kjo të regon që deliri i këtyre liderëve është në maksimumin e tyre, ata mendojnë se pa ta nuk do ketë Shqipëri, ata mendojnë se pa ta nuk do ketë zhvillim. Ndërkohë, vendi, si të regojnë edhe Albanian Files apo veprimet të tjera, është i zhytur në një korrupsion nga i cili s'po dalin do. Edhe projekte madhore, po lexoja sot për aeroportin e Vlorës, gjykata e lartë ja le atij që ka 2% administrimin në mënyrë ligjore. Kështu që padrejtësia edhe brenda sistemit të drejtësisë është e madhe dhe është e vështirë që revolta e gjithë këtyre njerëzve ta gjejë zgjidhjen ke drejtësia, apo duhet diçka më shumë, them unë. E nuk mjafton një vezë, a kupton, ose 2 vezë, pavarësisht se është edhe mbreti i Anglisë është quajtur me vezë, nuk është shprehje e revoltës, por ditët po ecin. Dhe ata që janë pushtet thotë, bëni çfarë doni, unë jam me ata, me flamingot, po ju tjerët jeni sora dhe korva, prit. Ju thoni duhet diçka më shumë, po të shikosh dhe me gjërë probleme në gjithë Ballkanin, ose më saktë në gjithë pjesën që ka qenë në varësinë e perandorisë otomane, rrallë ka ndodhur revolucione e transformime. Rasti më i mirë, unë shikoj Greqinë. Në Greqi nuk është se fitoi demokracia, fitoi djathtë. Ishte pikërisht ndërhyrja e anglo-amerikane që bëri të ndryshojë busullën në Greqi. Edhe sot, mbas kaq shumë vitesh, ata u futën në Europë si pasojë mbështetjes dhe geopolitikës, por përsëri janë thellësisht të majt dhe thellësisht të korruptuar dhe kanë numrin më të madh të punonjësve në qeveri. Edhe në Serbi nuk ndodhin këto transformime, edhe në Bullgari. Dua të them që kjo periudhë e gjatë, 500 vjeçare që ne kemi pasur në ndikimin e Turqisë, ka bërë që shpirti i protestës të jetë i mbytur, sepse në rast se pjesa tjetër e Europës pati ato transformime të mëdha, siç ishte rilindja europiane, siç ishte iluminizmi, revolucioni borgjez, pjesa jonë e Ballkanit nuk e pati, nuk e ka të ndriqësim të madh. Dhe patjetër mendoj unë duhet një ndihmë nga bota jashtme, duhet një ndihmë nga sistemi i drejtësisë, që këtë rast mos të jetë rasti i humbur, po ta shfrytëzojmë për të ndryshuar tërësisht sistemin dhe të bëhemi pjesë organike e Europës. Ky është mendimi im dhe biles dhe vetë neve mendojnë si qytetarë, si shqiptarë, sa herë kemi një hall, ne direkt kërkojmë telefonin e mikut
apo pyesim të tjerë kush e njeh atë, dhe nuk drejtohemi institucioneve dhe nuk protestojmë edhe për ato element thjesht, sepse këto janë baza e qytetërimit modern. Ky është ndryshimi ndërmjet qytetarit shqiptar dhe qytetarit europian apo amerikan. Pra, nëse një qytetar amerikan merret në punë, edhe këtu ka shkeljet të asaj natyre, merret në punë në sajt të meritokracisë, shqiptarët e këtyre 35 viteve kanë arruar fare meritokracinë dhe fakti që jemi një vend i vogël, që jemi aty dhe se cili njeh njëri tjetrin, bazohet në një shkrim tjetër tuaj, ju keni trajtuar këtë si dukuri sociale, që shqiptarët përpiqen të zgjidhin punët me anë të mikut në këtë mes, pa i krijuar mundësinë alternative që të zgjidhet më i miri. Po mirë, të kthehemi edhe njerë tek protesta. A mendoni se ky revolucioni flamingove do të jetë një alternativë re, apo do të jetë një revolte përkohshme që mund të shuhet, ashtu siç mendon zoti Rama dhe institucionet qeveritare? Unë mendoj se do të jetë alternativë re. Edhe sikur mos të arrin ato synime politike, është thyer akulli dhe shqiptarët kanë marrë guximin të dalin në protest dhe të kundërshtojnë qeverinë, dhe të thrasin deri atje se Rama në burg, Berisha në burg. Si thuaç, është një proces dhe nuk është një ngjarje e kohës e rastit. Siç e thash më parë, kjo protest kërkon dhe mbështetje. Por ka ardhur një moment që Shqipëria nuk mund të udhëhiqet më nga personat që kanë të kaluarën ose rinin e tyre kanë kaluar në komunizëm. Sa do të ata të jenë të avancuar në ide dhe në mendime, backgroundi tyre është pikërisht ai kohës komunizmit. Dhe në këtë moment mendoj kemi dhe një luftë brezësh, dhe ky brezëri që tenton të ndryshojë gjendjen, ky është rritur në demokraci. Dhe shpeshherë ky brezëri, duke qenë i edukuar jashtë apo duke pasur eksperiencë në vendet perëndimore, ka një mendim tjetër se si mund ta çojë Shqipërinë përpara, si mund ta qeverisë vendin, edhe si mund ndryshojë situatën politike dhe ekonomike në vend. Është gjenerata Z, si thon, apo Z, që është brezat e 2000 vjeçarit. Por megjithatë, unë prisja më tepër të kishte një fizionomi të përcaktuar, drejtuesish e tjerë, dhe ende lëvizja megjithëse ka zgjatur kaq ditë, por kjo s'do thotë gjë. Di që siç përmendë pranvera arabe zgjati më gjatë, apo revolucioni portokalli në Ukrainë zgjati 3, 4, 5 muaj. Pra, është mirë që drejtuesit e protestës tashti ta përdorin simbolin e flamingos si simbol, por të kapërcejnë objektivat që ishin në fillim apo që u blen në Evropën perëndimore, apo nga e majta e blert, si një revolucion i blert për të ruajtur atë bukuritë e natyrës shqiptare, e originalitetin e saj. Nuk është vetëm kaq. Nga ana tjetër, ka edhe mendime të tjera, sepse duke bërë një gjë të tillë ne po largojmë mundësinë për investime amerikane, pavarësisht nga Trumpi, dhe kjo është e vërtetë. Kjo është e vërtetë, sepse një person që shikon probleme nuk hidhet të harxojë paratë e veta. Dhe eksperiencat ne pikërisht për atë kemi nevojë, se kemi 2 eksperienca në Shqipëri. Po të shikosh eksperiencën e investimit nga ata oligarkë shqiptarë të lidhur me qeverinë, kanë bërë investime në Dërmi, në Palas, në Ksamil, dhe po të vesh atje, zona është e betonizuar tërësisht, nuk ka fare gjelbërim, nuk ka integrim me natyrën. Që e largon atë turistin e huaj. Dhe unë mendoj, me standardet që mund të sjellë ky grup kaq i madh investimesh, aq më tepër amerikan, ne nuk duhet ta humbasim në asnjë mënyrë këtë
mundësi, sepse duke bërë një investim të drejtë, duke ndërthurur natyrën me turizmin, betonin, po them me flamingot, me gjelbërimin vërdall, gjelbërimin në zonë, atëherë kjo do të jetë një dysheme për investimet e reja të suksesshme. Nuk do kemi ato investimet të gabuara që janë bërë kudo në Shqipëri. Kjo do të nxjisë mundësinë që të ketë një konkurrencë të denjë dhe konkurrencë që të sjellë turist të nivelit të lartë, dhe jo siç kemi vazhduar deri tani. Kemi treguar pa aftësinë tonë. Dhe momenti i parë që na jepet, të vijnë pikërisht ata investitor të kërkuar amerikan, mendoj se ishte e gabuar, por sidoqoftë mendoj se ka kaluar ky moment. Nuk mendoj se kanë, dhe ata e ka shprehur disa herë që nuk kanë asnjë gjë kundër investimit amerikan, por thjesht bëu si një moment për ta shfrytzuar për shpërthimin e protestës tyre ndaj qeverisë, ndaj korrupsionit dhe manipulimit. Atëherë, sipas jush, cili do të ishte fitoria konkreta që ta shohim me kësaj proteste, ndalimi i këtij projekti apo projekteve tjera, apo rrëzimi i modelit qeverisës dhe rikthimi i demokracisë tek qytetari i thjeshtë. Ndoshta demokraci direkte për momentin, por natyrisht mund të kalojë në fazat të organizimit të saj, të cilën ja urojmë. Natyrisht, rrëzimi i modelit qeverisës është imperativ në këtë kushte. Kemi shkëputje të jashtëzakonshme të qeverisë nga populli. Populli nuk përfaqësohet në asnjë mënyrë. Aq më tepër ky brez i edukuar me kërkesa të mëdha, me pikpamje europiane, me perëndimore, nuk ndihet fare i përfaqësuar. Përkundrazi, kudo që të vesh në institucionet apo dhe në partitë e mëdha, si të opozitës, ashtu dhe të asaj në fuqi, të gjithë aty është krijuar si një shoqëri tribale. Njerëzit marrin njëri tjetrin, krijojnë ato fraksionet e tyre tribale për të ruajtur pozitat në parti. Kjo është e patelurueshme, mendoj, dhe nuk mund të vazhdojë gjatë. Patjetër sistemi qeveritar numër 1 duhet shkatërruar. Kjo është kryesore. Të kthehemi disi tek turizmi, se më ka përcjell kjo pyetje. A mendoni se problemi i turizmit shqiptar është mungesa e investimeve apo mungesa e institucioneve që kontrollojnë investitorët ose këta oligarkët, si të quajmë? Po mendoj natyrisht që është mungesa e institucioneve. Ato e numri 1 dhe numri 10, them unë. Pa patur institucione nuk mund të ketë asnjë lloj investimi në Shqipëri. Në rast se investicionet kanë kushte të sakta, të drejta, të hapura për të gjithë investitorët e huaj, unë jam i bindur që investitorët më prestigjioz në botë do të vinë dhe investojnë në Shqipëri dhe ndryshojnë atë vend. Por, në rast se qeveria është e kapur dhe vë pikërisht ato kushte që përcakton para tenderit, përcakton dhe fitusin, atëre ne nuk mund të kemi as turizëm perëndimor dhe as zhvillim të vendit. Kështu që detyra numër 1 është të ndryshojë sistemi i qeverisë, të ndryshojnë institucionet dhe mos të jenë të kapura siç janë sot. Duhet të vëmë në dukje edhe një fakt tjetër, mënyrën se si kryeministri Rama organizon diplomacinë e huaj dhe qëndrimin ndaj Shteteve të Bashkuar në favor të jetës së tij, të mbjetesës së tij politike. Fakti është, për shembull, përpara se zoti Rama të lidhej me dhëndrin e presidentit Trump edhe të hitej den e këtij investimi, që i ka lindur dëshira Kushneri duke parë bukuritë natyrore dhe vajzës së Trumpit është e natyrshme. Por fakti që po ky person, kundërshtares së zotit Trump para zgjedhjeve, e shoqja e tij, dikush tjetër, por në emër të shoqës, ka botuar parathënien e librit Kamelës. Pra, i njëjti person që në këtë mënyrë ai përpiqet të mbijetojë çfarëdo lloj politike të shkonte në Amerikë. U kthye majta se kishte një element. Tani e ka harruar atë, po janë dokumentet filmike dhe përfitoj nga rasti që i gjeti një interes që familja Trump u tonte me një nga
pasanikët më të mëdhej të botës në jahtin e Rothschildit, i cili është edhe njohës edhe ndihmues për një shoqat për butrintin, edhe pa këto bukuri natyrore u dashuruar në anën tjetër, po të shohim nga pikpamja e investitorëve tuaj, ato në rregull, tu kam një mundësi biznesi, unë kam mundësi dhe financiare dhe mund ta bëj këtë vend paradis. Atëherë nga ana tjetër shohim mundësitë e zotit Rama tash, po t'i fusem edhe këta, ata do më sigurojnë jetëgjatësinë time politike në Shqipëri. Dhe zgjedhja e zotit Rama nuk ishte zgjedhje ekonomike, ishte zgjedhje e tij politike, them unë. Po. Mendoj që besoj kemi kuptuar gjithë. Rama me reformën e erës ku ndodhet. Nuk do me fjalë busolla orientuese e tij është gjithmonë të mbetet në pushtet. Dhe pikërisht këtë bën. Ai mund të trajtojë gjithë interesat e dheut, vetëm që ai të mbetet në pushtet dhe të fitojë simpatinë e ndërkombëtarëve, aq më shumë të amerikanëve. Por të jemi realist tregon dhe dobësinë e opozitës që nuk arrin dot të demaskojë këto qëndrimet të qeverisë dhe të kryeministrit tonë. Si të më tregon një apati të përgjithshme të gjithë jetës politike, dhe pikërisht kjo apati, kjo zënje po e shkakton këtë revolt, sepse qytetarët shqiptarë ndihen të papërfaqësuar në asnjë nga forcat politike, ata nuk gjejnë vend. Duket sikur kemi dy entitete ndara, populli me vete dhe qeveria është në funksion të vetes saj dhe të organizmeve ndërkombëtar. Është fakten, ne edhe përmendëm që kjo lëvizje është kundër dy drejtimeve politike, si ndaj qeverisë, ashtu dhe ndaj opozitës, gjë që tashmë është kuptuar edhe nga mediat perëndimore, të cilët fillimisht u kapën sipas lajmit sensacional që po bëhet diçka kundër djalit të Trumpit, por në fakt nuk ka të bëjë fare me të. Shqiptarët janë të mirëpritur, kanë të mirëpritur investimet amerikane dhe investimet në turizëm. Edhe deklaratat e administratës se me këto protesta po bie zoglohet interesi i turizmit në Shqipëri nuk janë të vërteta. Turizmi mund të bjerë kur ti, sepse kishte njerëz të cilët po shkonin të bënin turizëm në Greqi, shqiptar ose të tjerë. Pse po shkonin në Greqi? Po në Shqipëri edhe çmimi është më i lartë, por shërbimi nuk është aq cilësor. Edhe do ndalesha edhe një gjë tjetër, Ardan. Tek përpjekja për t'ia veshur këto protesta organizimeve subversive të vendeve të tjera, si puna e Iranit, apo të Greqisë, apo të Rusisë, fakti tregoj që pavarësisht se cili prej tyre ka interesat e veta, po nuk mund shpjegohet gjithë kjo dukuri me interesat e Greqisë për zhvillimin e turizmit, kur tjetë sa është e zhvilluar turizmi në Shqipëri dhe sa është e zhvilluar, prej sa kohësh është zhvilluar turizmi në Greqi. Nga ana tjetër edhe implikimi i Iranit që do t'ishte i kuptueshëm në situata tjera, sot nuk ka si t'jetë i kuptueshëm, se ata po luftojnë për ekzistencën e vet në kuadër të atyre çka po ndodhin midis Shtetit Bashkuar dhe Iranit. Aq më tepër kjo Rusia pak është e implikuar, sepse zoti Rama na shpiku, na zbuloi AI-n, edhe çdo gjë e quante me AI algoritmi. Ore, në kënd pasaj nuk e dinte vetë kur e përdorte në fillim, po e përdorte gabimisht. Po algoritmi ka bëjë me njerëzit që ti njofton se do mund të marrësh pjesë në këtë lëvizje, pra ka të bëjë vetëm me njoftimin, jo me prezencën. Prezencën nuk e drejton dot sistemi i algoritmit, mu t'japi është si puna e të lallit t'jep informacioni. Fakti që bashkohen të dyja bashk tregon që jemi në një kohë aktual, do më jemi në kohë moderne dhe është një rini pjesëmarrëse kryesore, edhe pse aty ka disa individ përfaqësues që janë shuar më tepër,
si djemë edhe gra edhe vajza të reja, megjithatë duhet një bërtham e inteligjencës të bari një grupacion që të përfaqësoj të gjithë këto interesa, por të bëhet edhe barikad e mundshme që kjo lëvizje të dështoj, gjë që nuk e dëshirojmë asnjëri prej nesh. Asnjëri, vërtet, të gjithë shpresojmë të vazhdoj, të ketë kërkesa të qarta dhe të gjitha këto manipulimet për të gjetur faktorët e jashtëm që e kanë iniciuar apo e mbështesin, mua më duket që janë teorira të krijuara nga qeveria për të shmangur ndërgjegjjen dhe problemet që e krijuar në vend. Sa herë ka probleme të tilla, gjithmonë ne do të nxjerrim armiqtë e jashtëm apo geopolitikën botërore, por jo, në asnjë mënyrë. Ne që kemi lindur rritur në Shqipëri e dim fare mirë që ka një shkëputje shumë të madhe të qeverisë nga populli. Si thuaç, nuk ka më demokraci, se demokracia në fundit do të thotë pushteti i popullit. Por aty çdo gjë është e kapur, çdo gjë e manipuluar dhe ndoshta këta e kanë tejkaluar ditën e tyre. Për mua duhet të largohen urgjentisht nga pushteti dhe të gjithë neve duhet japim mbështetje maksimale që kjo revoltë të dalë me sukses. Megjithatë, shpesh në mediat botërore vlerësojnë se edhe revoltat për shembull në Francë që kanë për problematika të ndryshme janë më agresive, çojnë në bllokimin e rrugëve, në përleshje me policinë, madje edhe në Shtetet e Bashkuara ne kemi qenë dëshmitar të revoltave të ndryshme, knocking, që për mua s'ka kuptim, po megjithatë ekziston apo revoltat e tjera për shkak të shkeljeve ndaj komunitetit me ngjyrë, të cilët të ndritën nga themelet gjithë Shtetet e Bashkuara. Pra, kjo tregon që ende shqiptarët, a duhet kjo revolt ta shpërsohet? Keni fjalën tjetër më agresive, më agresive, apo të vazhdoj kështu e butë, vetëm shëtitje? Unë dëgjova mendimin e dikujt atje në proteste, them drejtën deri ku jam pro asaj, sepse unë mendoj që më mirë ta shpërsohet pak se sa ne të vazhdojmë të udhëhiqemi nga një qeveri që është e shkëputur plotësisht nga populli. Ndërkohë që ata po tallen çdo ditë me ndjenjat e popullit, me hallet e popullit, atëherë ne ose po them protesta në Shqipëri nuk ka të drejtë të marrë disi veprim më të dhunshëm, kur them të dhunshëm jo në kuptimin e ashpërsisë së madhe deri në thyrje të institucione, por sidoqoftë mund të marrin veprime të tilla ta shpërsojnë, po themi, mosbindja civile duhet të jetë shumë herë më e madhe. Sepse unë mendoj kjo mosbindje civile në raport me atë që po bën qeveria apo politika në përgjithësi në atë vend është fare vogël dhe është domosdoshmëri që të zgjojnë dhe qytetarët e tjerë dhe intelektualët që të zgjojnë nga gjumi dhe si thuash kur shikojnë që situata kalon në favor të protestës, ata fillojnë edhe anojnë dhe ata nga protestës sepse janë mjeshtra për të shfrytzuar këtë situatë. Por sidoqoftë i shërben qëllimit përgjithshëm mendoj unë. E vura re në fillim që protesta ishte shumë e mirë, kishte shumë njerëz në pjesëmarrje dhe artikulohej shumë mirë. Shikoja në analizat që bëhen në Shqipëri dhe gjithë këta intelektualë apo analistë ishin pro protestës dhe ishin shumë përkrahas në saj. Dhe tani që shikojnë po ndryshojnë dhe po zbëhet protesta, ka filluar që bëjnë rolin e arbitrit, apo të analistit, apo të kritikusit, që për mos është fare normale dhe tregon atë fleksibilitetin në kuptimin negativ të fjalës të intelektualit shqiptar dhe apatinë e shtresës intelektuale shqiptare. Një nga elementet e protestës, e cila doli disi më vonë, është por që tregon veprimin, si thuash, jo ligjor, por veprime personale të kryeministrit, është fakti i dosjeve që quhen Albanian Files. Kur një shtetar i caktuar më kujton Neronin e Romës së lashtë, vendos unë do të ndërtoj këtu, unë do të ndërtoj këtë
pallatin tjetër këtu, pa marrë masat e nevojshme, Bolti zgjedhi vetë edhe arkitektët, t'i japi atyre lirinë maksimale në emër të qenit në thonjza artist, por sidoqoftë çdo gjë duhet bërë me plan. Nuk mund të jetohet në një Tiranë që sot e kësaj dite, unë kam ca vite që s'kam shuar, por kur i shoh në mes 3-4 grattaciela në mes të sheshit kryesor që nuk banohen, çmimi i banesave është rritur, çiftet e reja s'kan mundësi të marrin një banesë të re, dhe ky lloj veprimi i pa bazuar në ligje, të më thënë vetëm vetjak, të një dëshire për të lënë diçka që të duket. Po, është. Në fakt, unë kam bërë të gjatë dhe një shkrim. Ne nuk kemi qeveri, ne thjesht kemi një kryeministër fasadave në vendin tonë. Ai që kur ishte në atë kohë ishte ministri i kulturës dhe arteve, vetëm e gjë që bëri vetëm ndryshoi fasadat, lyej dhe nuk bëri asgjë të qëndësishme në veprimet e tij, sepse ajo që mbahet mend mendoj kur ikën një ministër apo kur ikën një kryeministër apo dhe një kryetar partie janë ato që lën mbrapa. A ka lënë institucione që kjo parti, kjo qeveri apo kjo ministri të funksionojë në mënyrë organike dhe ndikimi i njerëzit nuk mund të them që është i papërfillshëm, por mos të ndryshoj rrjedhën e ngjarjeve. Dhe unë kam, prandaj dhe në Shqipëri ekziston dhe një farë mendimi që po i Rama kush ta marri. Kjo është një nga skandale më të mëdha në mentalitetin tonë, sepse eksperienca botërore, eksperienca shqiptare ka treguar që kur ka demokraci të brendshme, kur ka primare, kur ka zgjedhje të lira, dalin ata elementet pozitiv, dalin ata elementet që kanë njohuri perëndimore, apo kanë dëshira sipas standardit perëndimor për të zhvilluar vendin, dhe ne kemi mundësi që nga disa elementë tillë të bëjmë atë zgjedhjen e dur. Por në rast se vazhdojmë të themi që po iku Ramizi ç'a do bëhet Shqipëri, po iku Rama ç'a do ndodhi, po iku Saliu, jo. Ndoshta është fati i madh që të largohen këta njerëz dhe të japin mundësi që njerëzit të zgjedhin. Dhe jo të vënë në zgjedhje për të zgjedhur një person të vetëm, por të zgjedhin ndërmjet shumë figurave. Sepse Shqipëria më bindur ka shumë figura, sidomos në këtë situatë mbas 30 vjetësh mbas ndryshimit rënies së komunizmit, ne kemi shumë njerëz të talentuar atje që kanë mundësi ta çojnë vendin shumë përpara. Ju përmendët diasporën dhe faktikisht diaspora ka qenë e qëndësishme dhe më protesta në përvendet ku ndodhet, por dhe duke shkuar sidomos ajo evropiane, duke shkuar në këto protesta. Cili do të jetë roli i diasporës në këto momente? Mendoj se diaspora duhet të flasi me një zë, duhet të bëhet, mendoj unë, të organizohet një protest, të organizohet përveç protestave, po të ketë dhe një akt përkraje ndaj lëvizjes protestave dhe organizohet protestën në Shqipëri. Se thuash, jo se duhet të mbajmë neve anë, por do të jemi aktiv për gjendjen kritike në cilën ndodhet vendi. Mendoj që duhet ketë një farë kooperimi ndërmjet diasporës edhe protestës dhe organizatorëve të protestës në Shqipëri. Mendoj se nuk ka rast më të mirë që ne të shprehim patriotizmin, intelektualizmin, por edhe dëshirën e madhe dhe eksperiencën e madhe që kemi krijuar në perëndim në kushtet e një demokracie më të përparuar në botë. Kështu që nuk është e justifikueshme patjetër. Ju faleminderit për mendimet e thella, të plota, analizën e paanshme, por aq edhe të domosdoshme për këtë situatë të caktuar që po kalon vendi, për të gjithë shqiptarët të cilët duan një Shqipëri të bukur, një Shqipëri më të mirë, një Shqipëri me më shumë liri, një Shqipëri më të përparuar, ku të ketë investimet huaja për çdo gjë të jetë e mirë llogaritur, dhe një Shqipëri ku flamengot të fluturojnë të lirë, por dhe njerëzit të jenë po aq të lirë. Ju faleminderit. Faleminderit.
Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, po ndajemi këtu nga miku jon Artan Nati, do të thoya një analist me zemër i fenomeneve politike më të fundit në Shqipëri, por dhe një analist me mendje që nxjerr në pa veçoritë e veçanta dhe shkaqet pse kjo lëvizje duhet të bëjë ndryshim, të bëjë një revolucion në kuptimin moral, por dhe një revolucion në kuptimin e organizimit, për të arritur atë që ndërronim të gjithë në vitet 90, që Shqipëria të jetë mos ngelet prap vendi i fundit i Evropës, por të jetë nga vendet e përparuara të kontinentit tonë. Zoti Artan, ju faleminderit. Faleminderit juve.